përgjigjen, e ka Ermali përgjigjen. Kush e fiton zgjedhjen? Po Ermali. Po Ermali. Atëherë, për cilat do flasim? Për zgjedhjet vendore? Jo, nëse do bëhen zgjedhje... Nëse, ta marrim hipotetikisht. Me të jap një lajm. Sot të shpalli zgjedhje. Pa një orë që të pyetës po përgjigjesh. Jo, lajm ose ne jemi gazetarë të emision. Po do t'i thon kësaj se zë lajmin, o vëlla. Një lajm, një sekond. Vučić sot pas një viti e ca protestas lëshoi deri në shpalljen i shpalli zgjedhjet e parakoshme. Por përfaqësuesit e protestës i kanë thënë, jo se dhe kjo është kurth, do ndryshosh gjërat që duam ne, protestat vazhdojnë. Ja kjo është Kreshnik. Bëni zgjedhjet parakoshme sa duani. Erman? Atëherë, shive, unë nuk po mundohem fare që të bëj një përgjigje hipotetike. Unë po bëj një përgjigje matematike. Matematikisht, para një viti, pra ka diçka më shumë se sa një vit, që qytetarët votuan me 830.000 vota, për herë të parë me votet diasporës biles, Partinë Socialiste dhe Edi Ramën si kryeministër Shqipërisë. Pra, kemi 13-14 muaj që kjo ka ndodhur. Edhe pastaj, nëse flasim për një moment të dytë të zgjedhjeve, në qoftë se hipotetikisht do kishte zgjedhje, më shumë se asnjë parti tjetër, më shumë se asnjë forcë tjetër, Partia Socialiste e Shqipërisë, jo vetëm për faktin që fitoi zgjedhjet përpara një viti, por edhe për faktin në çfarë momenti historik e ka afruar sot Shqipërinë afër Bashkimit Evropian. Pra ne thuajse jemi në Bashkimin Evropian. Në fund të 2027-ën mbyllen të 2027-s mbyllen gjithë grup kapitujt, edhe kapitujt e legjislacionit edhe detyrave që Bashkimi Evropian ka dhënë. Shqipëria në 2030 do të jetë Shqipëria në Bashkimin Evropian. Edhe qytetarët se kanë besuar këtë program, kanë votuar Partinë Socialiste. Edhe ajo është ëndra çdo shqiptari, nëse ka një vend tjetër në Europë, në Ballkanin Perëndimor, kandidat për mbështetje, që ka mbështetje të tillë popullore, perceptim të tillë popullor, sa ka Shqipëria për të integruar shtetin e vet në Bashkimin Evropian, atëherë unë jam gabim. Por nuk ka se është një shtet i dytë që është më europian dashur se sa Shqipëria që këtë ndodhi. Edhe kjo në fakt është reflektuar edhe me votë në programin që ka pas Partia Socialiste. Mirë, nesër do keni një mbledhje 9:30 apo jo? Po. Në Pallatin e Brigadave, do kemi mbledhjen e përmuajshme të grupit parlamentar. Po. Pra, ndryshe grupi i zgjeruar apo jo? Ndryshe, jo, atëherë ta shpjegoj. Në çdo javë ne bëjmë mbledhje të grupit parlamentar. Çdo fillim jave, kryesisht të hanësh, bëjmë mbledhje të grupit parlamentar ku është edhe grupi parlamentar, edhe kabineti i qeverisë Rama. Kurse që janë zgjedhjet të cilat diskutohet për projekt ligjet që do kemi në parlament, edhe për temat ndryshme të cilat kanë interes për grupin tonë parlamentar. Kurse sa i përket pjesës tjetër, në mbledhjet e përmuajshme pastaj, që bëhen një herë në muaj, që bëhen të Pallati i Brigadave, kemi raportime kryesisht të ministrive, të ministrave, të politikave, të strategjive, të kabinetit qeveritar. Ditën e nesërme, nga njoftimit që ne kemi marrë, kemi një raport të kryetarit kuvendit, zotit Niko Peleshi, për sa i përket ecurisë dhe asaj çka ka realizuar kuvendi i Shqipërisë, ky sesion parlamentar, gjithashtu edhe një raport të kryetarit grupit Partisë Socialiste, zotit Tauland Balla, për sa i takon edhe performancës së gjithë secilit në atë grup, detyrave që ka kryer gjithë secili për deputetëve në atë grup parlamentar. Gjithashtu edhe fjala kryeministrit pastaj për opinionet dhe diskutimet që ne bëjmë përmuajshme atje.